Ju përshëndes, mirë se erdhët, mirëmëngjes të gjithëve. Ja ku jemi drejt për së drejti me Reze Dielli, në ditën e sotme do të ndalemi tek panairi i librit, i cili starton nesër, një nga ngjarjet më të rëndësishme, më të bukura për lexuesit. Do të flasim për risit, për titujt e rinj dhe çfarë do të gjeni në panairin e librit. Do të kemi gjithashtu javën astrologjike për 12 shenjat e zodiakut me Liza Gjikën për të folur konkretisht për secilën prej shenjave tuaja. Gjithashtu kemi përgatitur një material shumë interesant. Reze Dielli ka udhëtuar, siç mund ta shohim ndoshta nuk i kemi apo jo, pamjet për një reportazh të udhëtuar në Linz, në këtë fshat ku kemi takuar një pukian, ai quhet Fadil Huli. Është historia e veçantë e tij dhe lidhja e fortë dhe veçantë me natyrën dhe me baktit. Na ka rrëfyer diçka për jetës së tij, që prej udhëtimit nga Puka për të udhëtuar përfundimisht në Linz dhe pse ka zgjedhur pikërisht këtë fshat për të jetuar. Një fshat interesant për ta sjellë në këtë reportazh të përgatitur me kamerën e Rezes ton. Të gjitha këto do t'i gjejmë në programin e ditës së sotme, ndërsa në kuzhinë do të zbulojmë avash avash recetat me Albanën. Shkojmë së bashku. Jemi në kuzhinë, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Me dëshirë, me pasion, me përkushtim, për të gatuar, për të shijuar, ca shohin, ca gatuajnë, dhe ca shijojnë, kështu, për dallë. Kur themi me hir, jo, pa hir, se me hir, me qefir, me Jo, kefir, kështu pas kemi kefir. Kefir me probiotik natyral, që na bëjnë shumë mirë për shëndetin ton. Një përzierje. Për shëndetin e zorëve kryesisht. Dhe ky kefir do të na shërbej për çfarë sot? Për pitet. Do bëjmë pite me kefir, super. Është i gatuan ti dhe thua si përshije, si recetë shumë e duhur. Më pas gatimin lënë të tjerë të thonë se si është, sepse normalisht nëna që tha, fëmija me i bukur, thash fëmija im, dhe normalisht shi vjetë që dhe Albana thot për gjirat e veta. Edhe ne do themi që kanë dalë, se do t'i përgatisim dhe me modestin ton do t'ju tregojmë dhe ju do t'na tregoni pastaj se si ju duket gatimi, mund të bisedojmë dhe me anvisat sot, apo jo, kemi kohë. Kemi kohë. Do bëjmë pite, po tjetër çfarë do bëjmë? Se kemi dhe produktet. E po mirë. Po kam edhe një shqeto përmeti. Shqeton e përmetit, 8 dita përsëri. Që mishinja e kam vendosur të zjej, o me mishqingji, o me mishvici, me çfarë të doni ju, çfarë keni ju në frigorifer. Pa pasaj, atë me mishpullët, çfarë mishë do kemi, nuk është rëndësi ka që hapat, shijash me mishqingji dhe me mishvici. Po. Po më pas dikush nuk e preferon këtë mish. Patjetër pastaj janë këto bylmetra dhe kur flasim te bylmeti, pse këtë kokën ande unë? Opa, ja, shikon, ja me ku i kam gjitha këtu rrrr. Taliera blu, i ka këto. Kjo taliera blu, qëfar ishto një ke? E ke thënja 2-3 herë. Kishim të verdhën, ne? Kishim traditën e verdha. Te bluja ishin kështu pak më moderne, po i kombinojmë, ishte pra të ditë që gatuam. Gjithsesi merremi me pitet ne, ndërkohë numri është në ekran për anvisat, mund të na telefonojnë, të na tregojnë rreth recetave të tyre dhe pitet si i gatuajnë, se jo për recetën tonë të parë. Unë do t'ja u lexoj produktet se çfarë përmbajnë ato. Sot i kemi me kefir, kemi 2 vezë që shtoi Albana tani, 2 vezë Ovital. Janë kompakte, të verdha, ose kjo kuqa si shton të tjerët. Dhe produktet e tjera të piteve do t'i lexojmë nëse e kemi të shkruar recetën, nëse është ajo gati. Patjetër që do të ketë miell, krip, piper, kefir, krip, pak sodë buke, do t'i shtojmë edhe kaçkavall të grirë nga po e njëjta kompani nga lufra dhe vajin për skuqe për t'i skuqur. Patjetër që brumi i piteve duhet të qëndroj pak, të qetësohet si çdo brum që ka nevojë të marrë veten. Kefiri tu ka 4 diku te 270. Një përzierje. Shtoj një prekje krip, si kurse dhe sod. E përzjej
Dhe avash. Djathi do t'jetë brenda te brumi apo do jetë sipër? Shtoj masën brenda te brumi. E miellit. Masën e miellit, për miell këtë për pica, se jep Unë kam marrë këtë. Kam marrë këtë. Miellim për pica. Është jep një fryrje më të mirë, i bën ato më të buta, shenkas për këtë lloj brumi, kur i duam këto gatime të vinë ashtu siç duhen. Po, pamje dhe në shije. Nëse doni më shumë, normalisht shtoj masën e miellit, sikurse dhe të kefirit. Pra, erët e tjera i kemi përgatitur me kos për shembull, ose kemi bërë ato variantin kos qumë është edhe ujë, të gjitha në sasi, ku kemi bërë disa lloje pitesh. Në moment që ne nuk përdorim sot i sjellim me kefir. Kefir mund të përdorni kosin, ë? Po. Edhe për të zënë brumin, edhe për t'i shijuar pitet pastaj, se shkojnë me kos, me kefir, me djath, sidomos. Nëse ne kemi nga frigoriferi, do shikoni që sërish do t'ju marri më tepër miell. Është njësoj se ku kemi ujin e nxehtë ose qumshin e nxehtë që na kërkon miell më tepër. Do të shtoj mas djathi. Që ka edhe atë sasinë e kripës, brumin e punoj me lëmë të qetësohet dhe më pas do ta skuqim. Normalisht, pastroj edhe duart kur ka miell më tepër, sepse mielli kur nuk është, brumi kur nuk është i duhur fillon gjitja në për gishtrin, do thotë që nuk është gati. E pastaj, sa më shumë dhe më mirë të punohet, aq më të edhe buta. më mirë është. Dalin pitet më të mira, më të buta, më të shishme. Tani, të lejdo unë pak duart, t'i pastroj. Po, dhe do t'a lëmë dhe që të pushoj pak. Do shta do t'japi përsëri një punim tjetër të brumit. Dhe gjatë kohës që brumi pushon, se i duhet akoma që të punohet, si që shifni është një ndarë, do të bëhet një masë më e plot, do të vazhdojmë me shqeton e përmetit. Do ja sjell në një formë edhe më të thjeshtë, nëse zgjeni mishin e qingjit, do të përdorni mishin kubikët, siç tham, mishin e viçit. Do ta punosh përsëri, po do të ngjitet tek dora e lagur apo jo? Jo, sepse është masa e miellit që pra që brumi të vijë në atë lidhjen të rezinë e vet, i duhet në lidhjen organike tamam, duhet. I duhet një 10-15 minutë të punohet mirë e mirë. Derisa ai nuk ngjit më, është në sasinë e dur, që ka sasinë e dur të miellit edhe. Që merr edhe pak albana, sepse duhet që bango, trueza të jetë e pastër. Okej, dhe derisa brumi pastron truezën. Do thotë që është gati. Që do thotë edhe njëherë shtuam tek tasi, shtuam 2 vezë, krip, shtuam sod, kefir dhe sasinë e miellit. Gjatë procesit të përpunimit të miellit dhe të bashkimit të produkteve të tjera, i shtuam edhe djathin kaçkavall të grirë. Pra për mua kjo është treguesi kryesor. Mielli në tryezë. Duhet punohet mirë pse, sepse ka dhe djathin. Ka dhe djathin. Që shkëputet, pra ti duke e punuar, djathi dhe shkëputet. Tani, albana e lë dhe pak të qetësohet, ne do t'i skuqim ndoshta në pjesën tjetër, më vonë, që të shkëputemi tani për momentin e partnerit ton, për mesazhin promocional, dhe më pas të vazhdojmë me shqeton. Me shqeton, do vazhdojmë.
Erdhëm, vazhdojmë të punojmë edhe brumin dhe kaq ishte koha që do t'i kushtonim piteve brumit të tyre, se më pas do të merremi që të aktivizohet. Duke vendosur një pjatë ose një membran pelikola që të kemi, e po I vendos një pelikola. Më njanë. Opa, tërheq pjesën e duhur këtu dhe filloj me shqetën e përmetit. Ku? Kam vendosur mishin të zjej dhe mishi duhet zit avash. Me një kaurdisi shumë të letë, unë kam vendosur mish vici. Kam, patjetër që kam kosin, gjallë, vez, limon ose uthull, si të dëshironi ju, unë kam vendosur limonin këtu, kripa piperi, normalisht pa, kur themu pak të lidhjen tu s'ka, është gjithmonë lidhja e gatimit. Se si do të veproj? Do të veproj duke e lënë të zjej avash mishin. Ndez vatrën tjetër dhe do të marr një tenxhere simpatike këtu. Do të shtoj masën e gjalpit, dhe kur them masën e gjalpit, e mira të mirave është që unë gjithmonë të shtoj kombinimin e vajit të ullirit edhe të gjalpit. Ka sekretet e kuzhinës, mu ta quajmë. E lë thjesht sa të ngrohet vaji. Do të shtoj më pas mielin, dhe mua këtu më duhet një e verdh veze. Të tjerat nuk më duhen. Shoh që vaji po ngrohet. Atë ku ngrohet vaji, unë shtoj direkt masën e miellit. E pjekim mielin? E kam thënë disa herë, kjo është idealja. Më keni vënë re disa herë për shembull kur unë vendos yndyrë më pak nga ç'duhet dhe e shtoj derisa unë të krijoj të masën e salcës së bardhë. Kjo është tamam salcë e bardhë. E lë të piqet, derisa të marri atë ngjyrën e artë. Dhe këtu ne jemi tamam në vendin e duhur. Rrezë dielli, se vetëm dielli ka ngjyrë artë. Ja. E tillë. Duhet ta lë edhe pak sa të marri atë ngjyrën atje, aty me albanën, aty. Tani ka ngjyrën tënde, shiko? Tani mos e di çfarë. Edhe një çike, jo, edhe pak. Duhet që të lëshohet ajo aroma. Shumë pak. Shumë pak si portokalli. Po. Kur unë kam më pak yndyrë, normalisht aroma ndihet më fuqishëm. Kur kam më pak yndyrë, sepse fillon dhe shkliron dhe ka lagështirën e vetë mielli. Po. Kur unë e kam 50-50, gjysë për... Mirë. Shkojmë direkt për... Po, kalojmë të trendi tani. Për vizë britanika direkt. Atëherë, do ta shuaj pakës fare, unë këtu kam edhe lëngun e mishit, por do ta shuaj pak nga pak, shumë pak në ujë. Derisa të krijoj të konsistencën e duhur. Ja. Avash. Bim aromatike kemi sa të duash dhe duhet të jenë të freskëta. Kemi koper majdanoz dhe sot I pas kemi më të freskëta se kur. Do ullë nxehtësinë. Shiko si bëhet si masa e pures, me ujë të nxehtë. Në fund fare unë do të shtoj patjetër dhe lëngun
e mishit. Kam kujdes gjithmonë anësore, sepse atje ka dëshirë mielli të pozicionohet, të parkoj veten. Opa, dhe i lë paksa. Që të fluskoj, pa u trashur më tepër. Duke i shtuar një mas kripe, si fillim fare. Dhe masën tjetër do ta shtoj tek gatimi. Mishi aty ka marrë shien, ka lëshuar ato lëngjet edhe nga yndyra erzat. Po të doni ju, shumë i mund t'i bëni, unë kam marrë një zhvicë tull, faktikisht, kuqin. E mirat mirave është që të ketë edhe kockë. Për këtë recetë, unë kam marrë vetëm mishin tull. Që ta konsumoj gjithë shtëpia, pra nuk është vetëm për shien individuale, personale, sepse gatimi nuk është për një gatimi individ. është i tillë, po. Dhe për gustot dhe për shijet e një individi. Domethënë nuk i pëlqen atij dhe nuk u pëlqen gjithëve, ose i pëlqen atij dhe duhet i pëlqejë gjithëve. Ja. I vendos kapakun dhe të shkoj unë të marrë një tas që të ke mundësim, një enë qelë që të ke mundësim rrahjen e kosit edhe të vezës. Së bashku bëjmë një përmbledhje, përdorëm vaj në ullirit pema sot, ekstra të virgjër, bashkuar me pak gjallë për shqeton e përmetit dhe për çdo gatitim tjetër, është një sekret i veçantë për gatimet tuaja, ti bashkoni gjalpin dhe vajin e ullirit për të gatuar qoftë supën, qoftë gatimet e tjera të shtëpisë. Së bashku i përmbledhim një herë për produktet, përbërësit e shqetos së përmetit. Ju duhet mish qingji ose viçi, 4-5 racione, një lug gjalp, 2 lug miell, një gotë qumësht ose kos, një verdheze, lëng limoni, majdanozi freskët, krip, piper i zi. Shqeto e përmetit. Kështu shqeto, si që thonë ato, të konsumojmë një gjellë kështu shqeto, që mos ketë shumë gjëra të tjera. Dhe dihet që këto recetat e traditës janë me pak fare produkte. Pak produkte, shumë shije. Kjo është motoja lëvizse. Fuqia lëvizse çdo recete të traditës. Shifeni sa... Kjo është ligji arkimedian, i Arkimedit. Më jep tha një pikë të vetme dhe unë lëviz gjithë botën. Më jep një garush dhe unë gjithë të nxjerrin aromat e të nxjerrit që shpërnda gjithandej. Marë të gjithë pjesën. Shiko kur zihet avash. Ja. E lë, i ullë një nxehtësia, kam ullur nxehtësin. Këtu, do të shtoj masën e kosit, sikurse dhe pak fare piper. Nëse unë tani marë limonin bashkë me kosin, e kam gabim. Të dyja kanë aciditet. Derisa të bëhet një masë kremoze. Sa të lyhet i luga, duke që është... Do të shtoj mishin. Ta largoj se do ta djeg. Duhet që kjo recet, pra e shqetos së përmetit, të konsumohet e ngrohtë, duke patur parasysh që ka miellin edhe mbikset. Avash. Që çfarë ngjyre ka? Kur themun që du të marrë atë ngjyrën e bukur, jam tamam si krem pasticcerie duket. I largoj duke mbajtur. Pasi merr atë fluskimin e duhur. Dhe, opa! Dhe brumi do dhe pak fare. Është aktivizuar. Limonin i largoj gjitha këto këtu. Ja shtojmë në fund fare të zjerjes. Zjerje mishi ka zier, por që bëhet ajo lidhja e lëngut të mishit dhe e kremit që u përgatit. Vetëm me nxehtësi të ullët mund të arrim. Do të shtoj koper.
koper zgjodhëm për këtë recetë. Shumë të E qetëson pak, si vetë koperi që është si një bim qetësuese, nga ka marrë dhe emrin. Po. Ja. Duke përkthyer fjalën koper, është qetësi, kështu që ajo qetëson me aromën, me fuqinë, me delikatesën, e qetëson çdo gatim që përdoret. Një është momenti i kosit. Shtoj masën. Më mirë. Të ekuilibrojmë nxehtësinë. Po, se nuk do të lë as mishi. E ngrot deri në të nxehtë dhe të shijon me atë shijen e athët në fund fare të limonit. Që mua të ngre nga krevati. Mos të më pritet kosi, aty është problemi. Po. Se tek veza s'ka problem, është e verda e vezës. E shtoj në nxehtësi. Në nxehtësi. E tani duhet shumë pak të I kam unë nxehtësin deri në fund fare, në minimum. Edhe e shërbejmë ndoshta në një pjatë që ta tregojmë të përfunduar këtë recetë bashkë me brunin. Do t'i lëmë pak patjetër, do ta shërbejmë që të kuptohet edhe servirja me copat e mishit, me atë kremin e shishëm, duke e spërkatur me limon, sepse je plotëson shijen deri në fund. Pra, duke ulur nxehtësinë në fund fare, limoni jep atë shijen e duhur, vetëm kemi pak kujdes tek kripa. Do të shtoj një pjesë të koperit tani. Pjesën tjetër në pjatë kur të shërbehet. Në fund fare. Dhe një përzierje ja. Kjo pra ishte shqeto e përmetit me mish viçi këtë herë. Rendisim edhe një herë përbërësit, çfarë përmban shqeto përmeti. Shifeni sa kremoze dhe sa e këndshme që duket. I duhen 4-5 racione mishqingje ose viçi, një lugë gjalp, 2 miell, një gotë qumësht ose kos, një e verdhë veze, lëng limoni, majdanozi freskët, krip piperizi. Te gjalpi shtuam edhe vaj, pra një ndërhyrje vogël. Më tepër, që të ketë këtë ngjyrën, sepse kështu faktikisht duhet të dali. Me që më kujtove gjalpin, që këta mora frem, thellë, në fund fare, ne mund të shtojmë pakës gjalp. Dhe përse jo, e largoj. Gjalpi është i shëndetshëm, gjithsesi. Po. E përdorim kur ai është i freskët, gjalp fshati, aromë të mirë. Për gatimet gjithashtu e përdorim për atë bukën brusketat. Ku shkove, moj? Do t'i skuqësh çik gjalp. Do t'ja skuqësh dhe një çik gjalp për t'ja shtuar në fund fare. Se kisha në mend. Ja, kështu jemi ne. Po i mbetet ajo aroma e gjalpit faktikisht dhe do qeto këtë recetë përgatitur e sollëm sepse i shkon edhe stinës sezonit tani për ta përgatitur. Mund të zgjidhni nëse keni mishin e qingjit, të njëjtën rrugë do të ndiqni për ta përgatitur, e zjeni fillimisht dhe më pas atë procesin gjalp, vaj, miell, edhe atë salcën në fund fare. Dhe me produktet e lufrës, sot përgatitëm edhe pitet. Albana, do t'i punojmë përsëri brumine, apo do të skuqim direkt? Pak do t'a punojmë pak, është brumi që është aktivizuar, shifeni pak. E kam mbuluar me një telefon dhe do t'a kemi gati për t'i skuqur pitet. Kështu që tani mbarojmë dhe këtë pjesën e gjalpit, ja shtojmë tek supa dhe do kalojmë në publicitet. Po, sa të marrë atë ngjyrën, sa të çlirohet pak. Aq sa, shikon, të nxjerrja, ena tjetë e tillë. Po. Direkt e shtoj
Ka dalë e mrekullueshme, ka dalë. Shumë e shishme. Duket, diçka që të ha dhe syri. Pikset pak dhe më pas unë e servir. Pak në pikse e do. Mirë, ashtu e lëm. Vendos edhe kapakun, edhe tenxheres, edhe kësaj pjese, se do kalojmë në publicitet. Double kapak. Dhe rikthehemi përsëri. Mirë të rikëthyet, do të skuqim tani pitet, të cilat i përgatitëm, brumi është gati, ka qëndruar, ka markone vetë të duhur për të bërë më elastik edhe më i butë. Sërish një punim, ndërkohë vajin e kemi vendosur për të ngrohur. Më saktë kemi vendosur tiganin të ngrohet. Tigani është i nxehtë shumë, që të mos digjet vaj dhe sepse lëshohet nga djathi, ka dhe djathin brenda, djathin ka çkavall të grirë. Shtoj vajin direkt. Në këtë rast përdorim një vaj për skuqje. Po, patjetër për skuqje. Kur kemi gatime që duan të skuqje. Shikoj që është gati. Ka marrë volumin e duhur dhe duket sikur ka më shumë. Po është dhe një trajtshëm. Japim tani këtë formën. Çdo moment që prihet, brumi ka nevojë që të punohet, që të bi. Ja, vendosim ndoshta se është gati. Do dhe pak. Bëj spërkatjen. Me miell. Po. Ajo që ka duam në të pitet, tek petullat, dhe çdo gjë që lidhet me brumin dhe që urdiset skuqet, është që ajo të mos thiti shumë vaj. Dhe këto janë pite që nuk thitin vaj. Kjo është më e rëndësishme. Edhe atë pak që do të skuqen, përsëri ne do ta vendosim në letër që të kullojë. Po të duam ne. I japim një formë të tillë. Ovale. Në gjatë skuqjes, po, do të fryhet përsëri brumi, do t'i kthejmë nga të dy anët, bëjmë dy të parat, ndaj bëhen dhe këto çpimet që shkak të sodës edhe vezëve. Skuqjen që të gjithë e din tani skuqjen, do të thotë unë të filloj të rregoj skuqjen. Shtoni shumë pak vaj. Nga të dy anët, po. Pra edhe jo pak fare sikur të bëjmë krepa, po edhe as shumë që të mbyten e te kaloj. Po. E para për shembull është gati për tu kthyer. I pashi qik. Asa e mirë që doja, e dyta më pëlqen më shumë. Ajo është më mirë. Ka kefir, dhe jo dhallë. Kështu është kjo punë. Pa dhe tjetrën. Urdhëro. A ka më mirë? Ti e vendos që të hollë fare dhe aty. Shiko si fillon edhe e marrin atë volumin? Të dytat? Tigani dytë pastaj të nderon akoma edhe më mirë. Është për mikun. Po, ja të marrë dhe një pjatun edhe jemi shumë të duhur. Dhe i vendosim të pjata. Këto ishin pitet pra, në YouTube-in ton do të gjeni patjetër edhe përgatitjen, recetën e shkruar, bashkë me mënyrën e realizimit të kësaj recete. Vendosni gjithmonë një letër që të kulloj aq pak vaj sa mund të kem përthithur dhe ju bëfshin mirë kur ti përgatisni për mëngjeset tuaja. Pak djath, brenda kanë dhe djathin ka çkavall, duken të buta, të shkrifta,
Ç'të t'ju them? Tani me Terezin time të bëj avash, avash, që meritojnë gjithë. Ne do të përshëndetemi këtu së bashku, miropafshim. Mirë se erdhët, nesër fillon Panajiri i Librit si një ngjarje e madhe për lexuesit, për shtëpitë botuese, ngjarja më e bukur e vitit në fakt, kështu më pëlqen ta them. Lerta Berhamin, a është dhe për ty një ngjarje e bukur? Patjetër që po. Pjesa më e rëndësishme e vitit. Po si shkojmë këtë vit në Panajir? A jemi në atë krizën e librit, vetëm pak kohë më për pak minuta, pak orë më përpara, kreu shoqata së botuesve deklaroi që kriza e librit bërin në Panajir, shtëpitë botuese nuk vinë me shumë tituj, disa po, disa jo, jo mungesa e librave në për biblioteka, jo buxheti. Në konkuron Kosova, ishte një prej pikave që më bëri shumë përshtypje, në konkuron Kosova me titujt më të shumt nga shtëpitë botuese, po ashtu dhe ai investimi madh që jep qeveria 2 milion euro jep për shtëpitë botuese për të botuar. Ne si shkojmë këtë vit në Panajir? Në Shqipëri nuk ka fonde për Panajiret. Për Panajirët, më falë për shtëpitë botuese, por Pegi nuk është më keq se sa vitet e kaluar, në sensin në përsa i përket prurjeve, përkundrazi kemi shumë, këtu kemi nxjerrë vetëm 5, po janë edhe një 10 të tjerë. Kemi goxha tituj të rinj, që ka krizë librit, nuk është se ka vetëm si vjet, ka disa vite që në thonjza. Është kriza e leximit, është kriza e vëmendjes, është kriza. Pastaj vjen kriza. Po, normal. Janë gjërat janë të lidhura, nuk besoj se ka botues në Shqipëri që nuk do të botojë apo nuk ka ëndra, projekte, pasione. Normalisht stepesh në qoftë se interesi dhe vëmendja që ti arrin të përthithësh është më e vogël, më e reduktuar në një formë caktuar botimi dhe jo. Qartë. Kush ka fajin që lexuesit janë paksuar? Pra punës ka më pak shqiptar apo jo? Është pranuar kjo gjë apo është akoma tabu, nuk thuhet? Ka më pak shqiptar në Shqipëri. Automatikisht, libri që lexohet shqip, lexohet më pak. Kjo është gjëja e parë, do thoja unë. Pastaj është kurrur vëmendja dhe aftësia jonë për tu përqendruar. E kemi folur këtu para 2 muajsh me brezin e ankthit, pra telefonat, rrjetet sociale na kanë trajnuar, na kanë mësuar që ne t'i marrim gjërat me pikatore, në doza të vogla, në kohë shumë të shkurtër. Leximi është antiteza e kësaj. Leximi do shqetësi, do përqendrim, për fëmijët, për të rinjt, sepse nuk mund të projektojmë të ardhmen pa lexuar të sotmen, të tashme. Unë mendoj kështu, mendoj që ndoshta ka dhe njerëz që debatojnë këtë gjë, mund të thonë edhe jo, po koha do ndryshojnë, teknologjia do jetë e ardhmja dhe ne mund të bëhemi të tërë, ta di un robot që e përthithim një urinë brenda videove prej 2-3 minutash. Gjë që ishin shumë të dëmshme me qëra fjala atë mëshorse për trurin. Unë nuk e besoj këtë gjë. Unë jam thellësisht e bindur që përtej çfarë mund të imagjinojmë se duhet jetë karriera apo zhvillimi profesional i dikujt, të lexuarit, aftësia për të përqendruar dhe për të lexuar më shumë se sa 10 minuta. Po ka më bukur se ai fëmia të preki faqet e librit dhe të shikojë dhe të mësojë të prekurin e librit, aromën që ai jep. Në çdo mundësi. Aftësinë për të lexuar një tekst dhe për të projektuar në një botë që nuk është të vegjëlit, se më pëlqeu edhe botimi i jetës, jeta të Çila Dedja. Shumë krenar për këtë libër. Jeta ka bërë një punë shumë të mirë, tekstet janë jashtëzakonisht moderne, të lehta, janë argëtuese, por janë tekste që vinë me mesazhe të nevojshme në botën e sotme, sepse nuk janë prallat si një herë një kohë, por janë pralla dhe fabula me një të ndërtuar në një kontekst modern, me një mesazh që ka të bëjë me problemet moderne të fëmijëve, që përhapen më kollaj në përditshmëri, jo të shkuara. Si e përballon ose si mund ta përballojë një fëmijë divorcin e prindërve, që tashmë është bërë goxha i përhapur një kohë para 20-30 vitesh kishte pak ndarje në Shqipëri dhe nuk trajtoheshin, tashmë është bërë goxha më i përhapur, si mund të trajtohet emigrimi. Dhe emigrimi nuk është vetëm nga Shqipëria jashtë shtetit, po edhe brenda, të largohesh nga një qytet dhe të shkosh nga një fshat dhe të vish në qytet.
si mund të trajtosh me fëmijët dhe si mund të bisedosh me fëmijët për sa i përket menaxhimit të ndjenjave të tyre, menaxhimit të emocioneve. Ti vëm emër emocioneve. Pra, janë ca tema që jeta në profesion është psikologe dhe për mua janë tamam pralla që kanë një dimension psikologjik shumë të fortë, po janë shumë të ëmbla, janë shumë argëtuese dhe në këtë sens e përçojnë mesazhin me shumë lehtësi. Është e mërzitshme për fëmijët ti bësh teori, është lëmin e të shkruarit, përveç se artikujve psikologjik. Më bëri përshtypje dhe rikthimi në Panajër. Jo, më fal, Ineda Ballukut. Inedës, po mirë. Ineda Balluku provokon me titullin Kjo është bërë censur tash në këtë orë, se ndoshta. Po, jo. Atëherë ishte një lexim që mua më surprizoi jashtëzakonisht shumë. Ndoshta e paragjykoja pak netën, po më surprizoi jashtëzakonisht shumë. E para punës njerë që di vërtet të shkruaj dhe mendoj që do ketë një të ardhme vërtet si shkrimtare Neda Balluku. E para dhe e dyta ishte një libër, përveç faktit që është si shkruar mirë, është një libër ku personazhi kryesor thot dhe përshkruan një sër ndjenjash në vetë të parë, një sër ndjenjash të cilat mendoj unë mund t'i mvishen një pjesë të shoqërisë femërore shqiptare dhe që shumë pak njerëz kanë pasur guximin t'i artikulojnë dhe t'i shprehin kaq qartë. Dhe kjo përballja në çift midis personazhit femëror dhe personazhit Alicia Zaoresit, personazhit mashkullor, shumë konfliktuale, gati në dukje pa pasur arsye për konflikt. Kjo është, do thoja unë, deri diku edhe zgjuarësia e saj. Konfliktin e kishte ajo. Ka arsye, pra ka një thellësi psikologjike aty brenda, shumë të lëvruar shumë mirë dhe në pamje të parë duket sikur ky duhet ishte çifti më i lumtur në botë, në të vërtetë nuk janë dhe i mbetet lexuesit zbuloj pse. Aftësia e Nedës ka qenë pikërisht kjo, t'i vesh këto personazhe me një thellësi psikologjike dhe me një vërtetësi që na bën të kuptojnë që shiko, jo gjithçka që shifet nga jashtë, si e bukur, e përkryer një çift me të mira materiale, të rinj, të pashme, etj, nuk kanë asnjë arsye për të mos qenë të lumtur. Ka arsye për të mos qenë mirë bashkë. Mund të jetë me nota autobiografike, duke qenë se tani është dhe në qendër të showbizit të lajmeve për divorcin e Neda, nuk ishte lidhje me... Nuk e di se nuk e njoh këtë pjesë personalisht dhe nuk e marr përsipër të them. Sepse ka qenë rastësi botimi i librit tani në këtë fazë të divorcit. Absolutisht, sepse ishte primi libri kishte kohë që ishte menduar dhe ishte studiuar dhe unë mendoj që ajo ka pasur kohë që e ka shkruar. Nuk ka qenë një gjë e një muaji. Se duke bërë këtë paralelizmin me ato që ne kemi parë në çiftin e tyre dhe asaj që ishte në të vërtetë, asaj çka emër i vuri emocioneve dhe thellësisë psikologjike që ju po përshkruanit, i bie që ka një paralelizëm të frikshëm mes asaj që shkruan dhe asaj që ndodhi dhe asaj që kuptuan. Në përgjithësi shkrimtarët e mirë shkruajnë për ato çfarë dinë dhe çfarë njohin. Dhe normalisht secili nga një çfarë di më shumë, çfarë njeh më shumë është jeta e tij. Kështu që me siguri merr frymëzim. Merr frymëzim nga ndjenjat që ke pasur, nga dështimet që ke pasur, nga ankthet që ke pasur. Pastaj faktikisht, domethënë nëse futesh në biseda dhe në ndodhi specifike, nuk besoj se është një libër autobiografik. Me siguri është i frymëzuar nga gjendja shpirtërore e shkrimtarit dhe kjo vlen për Nedën, po vlen për shumë shkrimtarë tjerë. Nga shtrati bashkëshortor, ku bashkëshorti fle, ka kthyer kurizin, Alicia është duke menduar dhe duke nxjerrë të gjithë atë, le themi, tronditjen emocionale që ka për brenda dhe psikologjike, dhe duke folur her pas here me veten, duke kryer veprime që për të janë të turpshme, duke i analizuar me veten e saj, pastaj befas vjen një mesazh në telefonin e të bashkëshortit që nuk ja di kodin, domethënë gjëra që ndodhin në mendjen e çdo femre gruaje, dhe pastaj aty sheh vetëm një emër që ishte Mariana, Mariana i kujtohet që ka qenë ishi i bashkëshortit dhe pastaj ka një tregëndës dashuror të sfostuar në kohë, po do më thënë rrëfyer me atë thellësinë psikologjike në mënyrë të përsosur. Për ta vazhduar pastaj... Do të them faleminderit në emër Nedës, po. Është vërtet libër i shkruar mirë. Është plus 18, sepse edhe vetë ka disa skena që janë një çik, janë një çik mund ta skandalizonin publikun dhe normalisht nuk janë për fëmijët, por që në faqet e para të tilla dhe ndoshta ka qenë vetë autoria që ka zgjedhur këtë strategji. Absolutisht. Duke ditur që këto tema vërtet mund të jenë tabu, po tërhiqen edhe kërkohen nga lexuesit.
njerëzit. Shpresoj që titulli po është provokues. Unë shpresoj që lexuesit ta gjejnë veten deri diku. Shpresoj që t'i japin një shansë dhe të mos përfshihen në këtë vorbullën e gossipit dhe thashë themeve mondane, po të japin një shansë të mirëfill të librit. Se ja vlen. Arsyeja se pse e quan të dashurin është e cituar edhe në libër brenda, nga momentet kur ajo mendon çfarë mendon dhe çfarë nuk sjell në gojën dhe në mendjen e saj, është shumë e thellë, sepse ai ka kthyer kurizin dhe vazhdon të flejë, ndërkohë që ajo është duke aluduar, duke fantazuar me lloj meshkuj të tjerë, të cilët ndoshta kanë bërë për ta kuptuar më mirë bashkëshortin që kanë në shtrat. Gjithsesi, ja vlen që të zbulonin ndoshta edhe diçka nga vetja atë çka nuk e njohim gratë dhe po thjesht duken për sy të tjerëve që janë të lumtura. Tjetër libër? Po, ky është një klasik, Plaku dhe Deti, ky është ribotim, është pjesë e faktit që ne kemi blerë të drejtat e përkthimeve të Vedat Kokonës dhe ky është libri i parë i Ernest Hemingway, por në fakt botimet Peggy kanë marrë ekskluzivitetin të 5 veprave të tjera, kështu që do vi në vazhdim. Pastaj doja të veçoja këtë, që është një nga dashuritë e mia të vitit, Skenar Brillant, Dolly Alderton është hera e parë që botohet në Shqip, është një shkrimtare angleze, dhe ndryshe nga libra të tjerë me, të themi ku sfondi është një histori dashurie dështuar dhe personazhi kryesor do t'i bëj analizën, pse, jeta e tij rrotullohet rreth kësaj analize, gjëja që më ka pëlqyer është që personazhi kryesor është një mashkull. Dhe kjo histori dashurie dështuar përshkruhet dhe tregohet nga pikpamja e tij para së gjithash. Fillon me një listë të gjërave që nuk i pëlqenin apo që nuk shkonin në të dashurën e cila e ka braktisur. Dhe ai në profesion është humorist, është një stand-up guy. Dhe është shumë i lezetshëm, shumë argëtues në këtë kuptim. Kalon gjithë një pjesë e madhe e librit, ai përpiqet të dalë nga kjo zia në cilën ka rënë, sepse ajo ka braktisur pa pritur pa kujtuar, dhe e shan në mendjen e tij me 1100 mënyra. Dhe diku nga fundi, nga gjysma e dytë e librit, Gjeni do shfaqet, dashuria e tij do shfaqet dhe do flas ajo në vetë të parë dhe do na rrëfej ajo pikpamjen e kësaj historisë, dhe pse janë ndarë, dhe çuçi janë ndarë, dhe çfarë ndodhi. Dhe aty lexuesi surprizohet komplet, sepse ndryshon krejt ideja që ke krijuar në kokën tënde për këtë histori, për këtë person dhe për çfarë shkon dhe çfarë nuk shkon në historinë e dashurisë dhe te ai. Histori moderne, të gjitha këto që po trajtohen, edhe për faktin që edhe rikthimi i Plakut dhe Detit, duke qenë se është një nga veprat më të fuqishme të letërsisë moderne, përsëri është shumë aktuale, përballja e individit me jetën, me sfidat, me sforcimet, me faktin që natyra faktikisht është e pamposhtme dhe çfarë duhet të bëjë njeriu dhe çfarë mund të bëjë njeriu për të përballur i pa u dorëzuar. Pa u dorëzuar, se thotë ky është gjithë morali. Njeriu mund të shkatrohet, por nuk ka pse të dorëzohet. Po, tamam, është një klasik dhe është diçka që mendoj unë duhet ta lexojnë të tërë. Për më tepër që është i shkurtër, nëse do lexoni një vepër nga Hemingway, kjo është ajo që duhet lexuar. Ja, absolutisht. Dhe një nga koleksionet e fluturzave. Po, fluturzat vazhdojnë me dashuria një jetë tjetër për të gjitha ato lexuese që duan të lexojnë diçka të ëmbël, diçka shqetësuese, diçka që të mos i stresoj, të shkojnë në gjumë me një humor të mirë. Dashuria një jetë tjetër është pjesë e koleksionit fluturzat që sjell pikërisht këtë, janë këto histori të rozë që kanë gjithmonë një fund relativisht pozitiv. Dhe ndryshe nga romanet e tjerë, ka pak nis me një Jo, ka një jetë paralele, pra gjithë ndodh diçka që është mbi natyrale në libër, ku jeta e personazhit kryesor ajo do zgjohet në një botë që nuk njeh, në një jetë që nuk njeh, martuar me një njerëz që nuk njeh, në një shtëpi që nuk njeh etj. Dhe praktikisht është një pyetja, çfarë do ndodhte sikur të kishe mundësinë të jetojë një jetë paralele. Jo vetëm të përsosur, po paralele me atë që kishe. Pra, në një çast saktuar je vënë para një zgjedhjeje, në mënyrë inkoshente nuk dihet, zbulohet në libër se çfarë ka ndodhur.
në vend që të vazhdoje në jetën e parë, i e kthyer, ke marrë kthesën e gabuar dhe ke shkuar në jetën e dytë, rastësisht që kjo jeta e dytë jetë disa herë më e mirë, gati për sosmërisë në krahasim me jetën e parë, çfarë do bëje? Do vazhdoje të bëje këtë jetën të cilën nuk e di pse gjendesh këtu apo do kthehesh e ka ajo e para? Dhe është tamam një farë, ka një pyetje filozofike aty brenda, pikërisht. Mbi zgjedhjet që bëjnë dhe mbi jetët që jetojmë, dhe a ka kuptim pendesa apo jo? Është sidoqoftë një roman roz, është romancë, po për mua ishte një nga ato, si gjithmonë, përpiqem të gjej një çik me një çik thellësi dhe ishte. Prije dhe kërkesat e lexuesve si kanë qenë në panelit e fundit? Çfarë libra zgjedhin më shumë? Për atë kategori që zgjidhet dhe lexon. Hecin goxha, domethënë librat që kanë një pra këta librat më të thjeshtë, më të lehtë që përfiten shumë, por librat e psikologjike dhe hecin goxha klasikët, për shembull, hecin goxha libra si Brezi Jankthit, pra libra publicistik që njerëzit i mësojnë, u tregojnë diçka, me siguri hecin dhe historitë e dashurisë, sepse ka lexuese që dhe mirë bëjnë që përpiqen ta kalojnë kohën e tyre të lirë duke lexuar një libër dhe jo duke scrolluar dhe librat për fëmijë. Është bërë mjaftueshëm ndoshta dhe media ka rolin e vet, të rikthehemi leximit, të rikthehemi panairit, është një vend ku mund të zgjedhim titujt që dëshirojmë, mund të sugjerojmë aty, është tamam festa më e bukur e librit. Doja që lexuesit të vinin edhe të na pyesin, të krijonin një farë bashkëbisedimi. E di që mund të ketë momente, çaste aty ku ka shumë njerëz dhe është e pamundur biseda, por janë të pakta orët e tilla. Panairi zgjat 5 ditë, e shtuna ka shumë dyndje, por nëse vini në ditë të tjera, në orë të tjera, kemi kohë. Patjetër, janë gjithë ato shpjegatuese, gjithë ato dhe hajdeni të bisedojmë dhe të flasim dhe na thoni çfarë ju pëlqen, çfarë s'ju pëlqen, na kërkoni këshilla, na bëni kritika. Është një vend tamam për të krijuar një farë bashkëbisedimi dhe për të kuptuar njëri tjetrin. Një kohë edukative mbi të gjitha. Faleminderit dhe shumë suksese, Lor. Faleminderit shumë. Shkoni nesër, fillon Panairi i librit. Në 5 ditë ju do të mund të zgjidhni dhe të rafinoni ato shijet tuaja të lexuarit. Kështu që ne falenderojmë dhe Loretën për prezencën këtu. Kemi publicitet, do të rikthehemi përsëri në rrezën tonë. Mirë se erdhët në rrezën tonë, tani është momenti të ndjekim një mini reportazh që kemi përgatitur me kamerën e Reze Dielli në fshatin Linz. Aty kamera jon ka takuar Fadil Huli, është nga Puka, për të na rrëfyer për jetën e fshatit, për lidhjen e tij të fortë me natyrën, me baktin, se si është dita e tij. Këto janë disa prej pamjeve që kamera jon ka fokusuar, gjithmonë për lidhjet me natyrën është e bukur të flasësh dhe të largohesh nga zhurma e qytetit, nga monotonia, nga jeta frenetike për të takuar pakës qetësi. Çdo kush prej nesh duhet të shkëputet pak nga jeta e zhurmshme, nga stresi i përditshëm, për të takuar ata njerëzit e vërtet, jetën e thjesht, që përmes punës së tyre, përmes dëshirës për natyrën dhe për jetën e fshatit, na bëjnë të kuptojmë se sa e bukur dhe sa e thjesht në fakt është jeta, kurse ne e komplikojmë atë. Ndiqni këtë reportazh të realizuar dhe unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj të deritanishme. Jam Fadil Huli, dhe nga qyteti Pukës. Prej vitit 1997 kemi ardhur këtu në fshatin Linz, qyteti Tiranës. Kemi ndërtuar shtëpinë tonë në 98-ën. Pastaj kemi ble 2 lop, edhe kaluajmë me bujqësi. Kemi mjell një dëlim baqe me zarzavate, me misër, me kësa gjanash, ushqyse për vete dhe për lop. Fshatin e kena zgjedhë se më pëlqen se prej fshatit kam ike, prej fshatit do të jetoj, se ka kënaqësi të veçantë për mua.
Raporti që kam me kafshë më pëlqejnë shumë se i du shumë. Molla kuqe. Edhe kja ka prej ardhën prej gjakove. Ka 4 vjetë që e kam, ata ka 7 vjetë që e kam ble. Kje mërtnesha e këtë botës teme që e kam. Kje knasësia jemë o zëtë për një zotit trujtë o zëtë. Unë kam knasi me të. O, lumi molla jeme. Dritët më dhejtë zëtë. Këtu. Avash, nana. Erëm nga qyteti Pukës, nga fshati Flet, 1800 metra mi nivelin e detit. Ftoft, stohi, shumë e vështirë, erëm për një vend më të mirë, e gjetëm një gjelbrim shumë të mirë këto. Na pëlqej, o përshtatën. Kjo është shtëpia. Me gjelbrime, me gjitha, me bashje, me gjitha. Kënaqësia veçantë. Nga Puka kemi lanë këto, erdhëm e blejmë këtu, edhe këtu do të jetojmë. Kam mjell qep, hudhra, spinash, kam mjell dardh, kam mjell sheg, rosh, fish, hurma, ara aty. Unë që në orën 4 mjesit. Pim kafe me familjen, me nuset, me djalt, pastaj shkojmë të lopa, i japim për të ngranë, masën e nelim, e rregullojmë qumshim, e fusim për bidona dhe e qojmë në transport. Kështu pra është dita. Ka lodhën e vetë, po del me rezultat pozitiv. Na gjyshi dhe familja jeme si kanë qenë, si kanë jetu ata, kanë jetu me bakti, me blegtori, edhe me punë të pemtoret, e kanë pas për ditë trashëgimi. Gjithmonë vetëm në punë. Pa punë nuk del gjë. A shefketarën këto, e kam sjell nga Puka. Fidan vogël edhe kam mjellur arrit, edhe ka bë arra. A kënaqësi si e kam mjell. E kam për detyrim me punu, me vadit. Gjithmonë shtëpia ka i shem. Sheni rru në shtëpinë. Ky është lesi, ky është rruja i shtëpisë, i familjes. Që e ru në shtëpinë. Ajo që i duhet të fshatit, duhet rrugë edhe treg.